Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini te Dangjelli Politik. Shkojnë në në radhës, LZK-ja e hupi kontrollën. E hupi kontrollën njërë ka Kosovës me pataricën e sajna. Sepse me të vërtet miq, në çfarë gjendje o ardhë LZK-ja njërë ka Kosovës me pataricat e sajna, është turpi i botës. Peni presidente, me ronë kitë nivel, kashtë ullët, është turpi i botës. Por kjo është miq që thojnë të na fjallë pëllore, që ta bo vetja, s'ta bo kërkushi. Që ta bo goja, s'ta bo kërkushi. Shto që është edhe një, me të lidhë dikush, zgjidh dikush. Me bo me lidhë vetë vetën, në ka bje nonë që mund me zgjidh kush. Shkojna mi se të gjojnë vitën mas pari i lutëme, të diskutojnë zbashko. Bile që tu po ju tregojmë hapër, po thot. Kush do që i voton ata, do shkojmë prapë në zgjedhje. Që do të thot, ne kemi shuar në zgjedhje, e do e qojmë prapë. E para, e dyta, që tu po ju tregojmë drejt, do të thot që për para ju këna rajt sa këna mujt. Edhe që ju këna tregu të vërtetën hiq, po që tu po ju tregojmë të vërtetën. Nëse na votonin neve, na jemi në rregull. Shkojna miq. Represerita po me kuptu mirë. Afrika flokës si këta tjerë që ikin për i takimeve. U përballna edhe mbroj Kosovën. Me konë përballë është theva njërë ka Kosovës. Me konë, me Gjuriqin, me Grenellën, me shta përballë është që këto edhe vetë Trumpi nuk e dënë, e ka përjashtu. Ti po përballësh me to, me Diramën, që ka bo Shqipnin katastrofë, me Diramën, që e la Kosovën dashtë me në Serbi, me Diramën, që dheke Mitrovica toke askujt. Me ko përballësh ti bre? Ka zëja aty në votuzve aty, që i ndarë me të muë, me konë përballësh ti. Ti e ginin ata, që po të mojnë aty, ama jo neve. Jo neve oj njërë ka Kosovës, oj tratarja Kosovës. Një herë kalon mini ka Mosteqa, jo dy. Shkojna mi, shkojna. Edhe ko me mbrojt ta një jetën. E kam vetëm. Gota është këtë pataricën e sajna. Një kërkis, me na besu veç edhe një herë. Besojni LDK-s veç edhe një herë. Për çfarë arsye? Besojnë edhe një herë që t'ja kojmë nonën, të sakatojmë, t'ja japëm një 17 shatra Serbis, të bim kufi në Urtibrit. Apo, për shta? Apo t'i mbrojnë milionat që kena vjedh, t'i mbrojnë ato atë palatin midis Prishtinës në mshirë aty ku është 24 kat, 27 kat, Lubomirit me 3 tjerë, ose shefës tonë, pataricës, njërkës Kosovës, se patarica e ti, 2 shtëpi janë Marigon, një në Shqipni, një në Australi, apo? Për këtë arsime i besu juve. Jo, bre po është zoti, më zbaj gare. Unë kjo bo me qesh për sytë bolë, ishtë tash. Shkojna miq. Miq të dashur, 2021-ën, kur lypshin, kur bashku Vjosa me Albin Kurtin, që ata e për zonën, shkel ma jashtë, Albin Kurti, ja hapi derën, tash e prejtin bez, po të kthejmë pak mrapa, 2021-ën, kur dajshin lypshin vota bashk, një qytetar aty i tha, o Albin Kurti, kimi hapur sherën Vjosës, do me thonë 21-ën, aje pas ka njofë që mirë, nuk e di kush është ai, po shkojnë të dëgjoj miq, ndëgjër me vëmendje se ka zhurëm nuk njihet fort mirë. Shkojna. Sherën kimi apo Vjosës. A të gjithë shumë mirë me qa? Ta s'pe thomënë. Pe thot ne
votues aty që dalë mi prit edhe mi tregu Albin Kurti, që shërën kemi apo vjos asmonë. A peshoj njërë ka Kosovës, se kush ko krekon ti. Na kena një këto, por si kena besu këtina, sepse njërë mund me pas edhe armiq, por i nati. Po ja që s'ka krakon për i nati heq. Ky zotris bravo i kofë që sot me ditë këpër është për bes pashku me adhonit deri këto që shtojnë fjallë popullore se e lo. Nëse po më dëgjonin dhe rumë, lajmë romë shkrumë privat edhe takohëm ku të dushti, kur të vim pushime. Miqtë e dashur, shkojna me vidën se çfarë thot një qytetari e lutën për Albin Kurti ndash. Për voto fjala. Të teme ai se ka marr, veç do ta ka me marr deri sa të kam jetë. Votën tem se ka marr kur tha, po tash e tutje ka me marr votën tha sot jam gjallë. I ka qërë njeri ku do mi papi, që? Votues të RDK-s, me një shemull në pablok. Të FDK-s o AK-s, me një shemull. Qërë, kësë zotri është në kohë, nuk për njëfë, se dikush është, në Prishtinë. A në peja, dikuna nuk e diku është. Ne kje që ko më konën sa të kjo, ti opozit shko me posë. Fati madhë për neve, për këtë gjenerat që e kiem, këto ka me najmorë. Me të vërtet, miq, unë e pajtojna plotësisht me këtë agjen, s'pedi kush është, po një shtet pa opozit nuk bën. Por një shtet me këtë opozit që na kena, bën pa këtë opozit. Sepse kjo opozit është katastrofë. Shkanon sen pa bo, pa vjedh, pa shkatru, pa falë tokë të Kosovës, pa sëptu Kosovën. Atëherë qa përna vim kjo opozit. Kush ka diçka, shkruni në koment, regomi, nështë anë jëmë bo dalë, po thëmë thoi se në atë kuptimin, po dhe sa po analizoj, nuk besoj, po për thëmë kështu, për me bo pa humor. Shkojnë amiq. Po, kam najmorë Evropa, u hesh ko mu bon, Normal që e merë, njerë e mirë e merë gjithë kush. Vetëm ne jem ata njerët, këtë rruzin toksor, që njerët e shajt, njerët e mirë, nuk i dojnë. Gjithmonë janë gjithë një bishtë. Për kjo është për keqardhje, për si të bodhe. hesh në mesin e 3-4 vete në Evropa ko me najmorë. Albin Kurti, krejt emnat shqiptarë, shka ka të 3 feve shqiptare, aj e ka numër ne është edhe do të më konë edhe hesi gjithë shqiptarëve në barë komptarë në barë mbutë. Ka disko... A thua mi se dashtë, pse për thot kë agja këtë fjallë, me këtë kohë që është do me thonë, shikë kë politikon të mund si duhet, i ka pasë që shënë, kë po du të me konë Albin Kurti në falëmire baba e kretë shqiptarisë. Ne kemi e vllazni, edhe po dojna me mytë, po dojna me mytë në atë kuptimin politikisht, po dojna me zhduk për politike. Vetëm e vetëm pse shliroj të cepëm cep Kosovën. Vetëm e vetëm pse po punon për popull Kosovës. Vetëm e vetëm se për një korupcionin. Pa diskutim, po... Çfarë gazetarje psikopate, as po i del bol Kosova. Kështu çfarë pyetje ja bëni lutëm. Del bol, po ka me idolë, ka me mëri. Halo, s'ka diskutim, vi sa dënën se ko krejt po presi shqiptarët të rajonit, po se po dhe ma lënë. Lo votën. Tash miq, shkojmë të gjojmë prap njerëkën e Kosovës në një kanal televiziv edhe pataricën e saj e lutën. Shkojmë prap miq. Ne po punojmë për atë që. Punojmë për atë gjë. Nëse kemi përsëri rezultate të tilla, natyrisht që vendi sërish do shkojë zgjedhje sepse do t'i kërkojnë të gjitha për të bëjmë presion popullit miq. O kështu. Po populli si hak të fore. Populli mi dashur, mos gaboni me ron prejen e kësajna, se kjo është tradhtare. Kjo ka bëhet tradhti kombëtare.
Kjo është për ndajtje kuventin vetëm për karrik të sajna, miq të dashur. Mos votoni për inati, miq të dashur. Votoni për fëmijën e juaj. Po foli për juve të LDK-s, aktivista apo votues. Menoni more për fëmijën e juaj, për nipat e juaj, mes e juaj. Kjo ka vjedh boll. A pe kuptoni Allah, 2 shtëpia në Marigon. Të paktën ka 200.000 euro. Një. Mas pakti pelo. Në Australi 500.000 euro. Shqipni. Për 5 vjetë kjo ka vjedh boll. Leja anin kretë për ja falem anin. Tradhtia nuk falet. Nëse ju për krani këto, nëse ju jep një votin kësojna, ju boni ma të këqi se kjo. Nuk bon. Nuk bon me mbrojt të keqen edhe nëse është i familjes juaj. Unë po ju betohem, në Zot, e ndinë e nimon, a në trup temë, në qysh doni po ju betoj që djali jam e kon. Në politik, president, kryeministër, çka do që të është, që i vjedh nuk jap votën. Po ju betohem, Zot, la ma i ma se Zot s'ka asnjë, që s'jap votën. Se jo pse kom doja një pa kujshia të mahallës, të katunit, qyteta, jo. Vota është e shajt. Vota nuk shitet, as nuk blehet. Unë jap votën, ai që menon për fëmijët mi, për nipat e mi, për mesat e mia, e jo për gjepat e vet. E kështu, miq të dashur të LDK-s, ju do të më menoni njësoj si korone. Unë nuk po ju them që ju menoni çështot, po vetëm po ju tregoj. Sepse ma vonë, fëmia ju i kanë më ju nem. Mesat e nipat e ju kanë më ju nem. Pse na bot këtohen? Se këta po pasërohen e ju po varfroni. Me Albin Kurti nuk po varfrohet. Po jam ka këthy shpresën rinis. Shkojnë amiq? Shkon qytetari në kutit votimit, ka me vendosë apo voton për me shkon zgjedhje prap, apo voton për me pas stabilitet politik dhe të i kalim të krizës. Si çfarë presioni bën kjo? O kështu. I nërë me shqitë forën në për televizionet. Shkojnë amiq? Prandaj unë pres reflektim nga shoqëria kosovare rreth mënyrës se si voton. Dhe më thonë, me të votu ty, ko ka mirë. Mos me të votu ty, këta ko kanë të këqi. S'pas ka reflektim heq. Unë fali se edhe më mura dhe goja. Nëse ju votojnë juve, margata ose populli reflektojnë bravo e kohë. Nëse jo, farë presioni psikologjik. A më kush pihan këto? Kush? Po ta kishim ne, si LDK, rezultatin e lëvizjes vetëvendosje dhe mandatet e lëvizjes vetëvendosje, ne do t'i jepnim zgjidhje vendit në 2 rastet. Ti kishe dhonë zgjidhje Kosovës, po, me vjedh. 1, me adhonë 17 fshatra Serbisë. 2, me këthy kufirin Ur Tiprit, s'kini thonë vetë, pikmeta ka thonë vetë, se duhet me laps, jo pa laps. 3, me këthy dinarin, birote legale. 4, ja që kushin jo, LDK-ja. Ja që këshit po jo. Mishë dashër, kjo është vete për sot, Zoti ju rujt, respekt për se cilin pa morë, pa dalim partije. Partia është parti, vetëm, unë pi bëj këto video, vetëm për me mbrojt fëmin e Kosovës, për me mbrojt Kosovën, për me shku Kosova për para, për një Kosovë evropiane, jo për një Kosovë kriminale, për një Kosovë që vjedhen e shkatërrojnë, për një Kosovë që dojnë vestmin e vetë e nuk i shohin fëmin e Kosovës. Miqtë të dashur, Zoti ju rujt aty ku jeni, mirë po shën vite radhës. Respekt për secilin.